Nuk mundet t'i lejohet në pafundësi me bllokata të tilla edhe me mos përpjekje qoftë për ndrimin e kandidatit apo për tendencën për krijimin e një shumice të thjeshtë. Kemi dhënë alternativa në mënyrë që të kontribuojnë zhbullimit të kësaj situate. Ky dialog fare s'ka sjell asnjë rezultat, përpos rezultateve që kanë ndërru tokat e manastirit të Dëçanit për pojena politike, por njëkohësisht e kanë pranuar dhe asociacionin që është me kompetenca ekzekutive. Ka disa veprime që i marrin kjo qeveria ata pi konsiderojnë që nuk pi kontribuojnë në eskalim. Ne ndoshta jemi partia vetme që kemi dhënë alternativa. Kemi dhënë alternativa që do të votojmë kandidatë të caktuar të lëvizjes vetëvendosje për nëse propozohen për krye parlamentar, por ashtu ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese me një kërkesë e cila është mundësia që të zhbllokohet situata ose të përcaktoj afatet kohore sa ka të drejtë një kandidat të nominohet nëse nuk i merr shumicën e thjesht 61 vota për të bërë krye parlamentar, apo sa ka të drejtë si lëvizje vetëvendosje ta konsumojë këtë drejtë. Nuk mundet t'i lejohet në pafundësi me bllokata të tilla edhe me mos përpjekje qoftë për ndrimin e kandidatit apo për tendencën për krijimin e një shumice të thjeshtë. Në asnjë mënyrë. Ne kemi qenë të qartë në këtë drejtim dhe do të vazhdojmë me këto parime, kemi dhënë alternativa në mënyrë që të kontribuojnë zhbullimit të kësaj situate. Ne po shohim një tendencë që edhe nëse ka lënë krye parlamentare, lëvizja vetëvendosje ka me tentu me blloku konsultimin e kuvendit me zgjedhjen e nënkryetarëve. Tash e kanë pas një mandat 4 vjeçar, do e dini se çfarë bllokatash kanë bërë duke i ikë procesit të dialogut me veprime qoftë të një anshme, pa dakordancë me faktorin ndërkombëtar. E kemi pa dhe kemi pas s'ka sjell ky dialog fare, s'ka sjell asnjë rezultat, përpos rezultateve që kanë ndërru tokat e manastirit të Dëçanit për pojena politike, por njëkohësisht e kanë pranuar dhe asociacionin që është me kompetenca ekzekutive. Nuk i kanë sjell me këtë dialog, nuk i kanë sjell asnjë të mirë të Kosovës. Ne fillimisht jemi shpreh të gatshëm ta ndihmojmë në procesin e dialogut, duke ditur se është interes nacional dhe kemi dhënë kushte dhe kriterë se çka duhet të dialogohet dhe çka nuk duhet të dialogohet, mirë po këta fare si kanë marrë parasysh dhe kanë shku në fakt duke pranuar çështjet të dialogut që ka damtu Kosovën. Kërkesave që kemi pas në takimin që kemi pas me zonën Kallas, që ka qenë kërkesë i zotit Haradinaj, ka qenë që Kosovës t'i hiqë masat dhe sanksionet. Mirë po janë hezitues për shkak se arsyet pse janë vendosur sanksionet janë të qarta dhe ata po mendojnë që këta po vazhdojnë në drejtime për deeskalim të situatës. Një prej çështjeve për hiqjen e sanksionit është me punu secila qeveri për deeskalim të situatës në pjesën veriore, ndërsa disa veprime që i marrin kjo qeveri ata pi konsiderojnë që nuk pi kontribuojnë deeskalimit, po pi kontribuojnë eskalimit të situatës në pjesën veriore dhe kjo është arsyeja. Tash në fakt janë vendosur shumë shpejt dhe për hiqjen e masave tash po kërkohet një konsensus e të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, gjë që nuk po hasim në një konsensus të tillë.